Passo në Top Albania Radio. Mirëmbrëma të gjithëve, miq të Passo, takohemi si çdo të premte live në Top Albania Radio, po ashtu edhe në digital në kanalin Super Sport 1. Sot jam me Lorenzo Eminin. Mirëmbrëma drejtor. Bleki Zenunin, moderator nga Kosova që vjen na bashkohet sot. Mirëmbrëma. Për të folur për botrorin e klubeve dhe për Chelsea, sidomos që ai është fan si zjarrt. Dhe për shumë gjëra të tjera se çfarë ndodh në Prishtinë. Do të kemi dhe gjyqtarin e FIFA-s ose arbitrin e FIFA-s, si thuhet Lorenzo ndryshe? Faktikisht arbitri është thënë sepse ka qenë, domethënë vendimet e arbitrit kanë qenë arbitrare, nuk rikthej. Kurse tani që është vari, tani ka kaluar gjyqtar se ka apel domethënë. Tani Eugene Xhaja bashkohet sot me ne për herë të parë. Përshëndetje. Mbas sa vitesh që dal për herë të parë tani të japësh një intervistë. Sa kohë do? Me thënë drejtë, intervistat janë pakta tonët. Dalin zakonisht në periudhën e verës dalin më shumë kur s'ka kampionat. Më kujtua kur po diskutonin me Lorenzi që ditë vije sot diskutonin pak edhe për këto zhvillimet e reja të varit, të arbitrave në botror, ndoshta gjithë këto risitë ndryshme. Më kujtua që në Spanjë këtë vit në finalen e kupës, Federata Spanjolle vendosi që arbitrat përpara ndeshjes të dilnin dhe të flisnin. Nuk e di, dhe u bë një gurgule. Më mirë pas ndeshjes se para ndeshjes. Kanë hequr, pastaj në Spanjë u bën nami, domethënë dhe nuk e di do ta vendosin prap vitin tjetër që ishte arbitrat flasin për para. Rasti veçantë ai që ndodhi me atë, sepse aty u sulmua arbitri aq shumë. Sulmuan ata rrezikuar më shumë finale. Pikërisht pra. Ata kishin një klub del dhe është kundër gjithë arbitrave. Kjo u provua edhe në Gjermani dhe aty u hoq, domethënë, sepse edhe në Gjermani u testua para 2 viteve që mbas ndeshjes dilnin në intervistë arbitrat. Dhe si ndiheshin direkt sepse shiko, ajo ka një qëllim. Po e ke parti që i marrin trajnerët në intervistë ose lojtarët. A di pse ndodh ajo? Sepse ti gjatë kur e ke pulsin akoma 180, mund të thuash ndonjë gjë që nuk e thua dot ditën tjetër. Kjo është logjika. Patjetër. Dhe duan t'i kapin në atë vrrullin e ndesh dhe arbitrin duan ta kapin në atë moment. Që të bethot në një lajm. Arbitri do ishte mirë të fliste mbas ndeshjes për shembull, jo ndoshta jo direkt në atë valën e fortë, po ndoshta një fazë dytë. Glendi, këtë praktikë e ndjekin më shumë vende nordike. Realisht Norvegjia dhe Suedia këtë praktikë e ndjekin. Flasin arbitrat. Po, flasin pas ndeshjeve. Në Norvegji është i shpjegon në rastet. Për ato që dalin pas ndeshjes dalin rastet më diskutueshme. Edhe ai shpjegon çfarë vendimesh ka marrë. Dhe arbitri thotë unë me këtë kënd shikimi që kisha, mora këtë lloj vendimi. Edhe janë të qetë gjithë për këtë që ndodh, apo jo? Apo ka gjithmonë debat. Ka bëjë me kulturën dhe me mentalitetin. Kurse Ballkani është çik natyrë, çik më thonë që Eugeni është ai që do thyej rekordet e tua për numër ndeshjesh, për ndeshjen në Europë, për saktësinë e vendime, ma thot një mik që do na bashkohet tani. Është e vërtetë apo jo? Po, nëse është e vërtetë dhe do jetë e vërtetë edhe më do. Përshëndetje Ylliaga. Më do bëhet qefi që të më thëjë Eugeni, po Eugeni po ecën shumë mirë, që i s'kam. Ylliaga, kam të drejtë to statistika apo jo? Përshëndetje Geni, më ke bërë xhelos sot. Pse? Sepse ke ftuar Eugene Xhajan, që më ka premtuar një kafe që kur është bërë fat. Po pse s'erdhe sot më Ylli? Pse s'erdhe? Sot kishte shansin. La bashkohet kështu në distancë. Edhe Lorenzo Eminin që ka gjithmonë me pulsin 180, se tani ka filluar i tregon gjithë. Pritë s'ke parë gjë akoma, sa do tregoj. Është vërtet që do ja thyej Eugeni gjithë rekordet Lorencit apo jo? Tani me projekcion statistikat e mia, Eugeni do të thyej rekordin që ka arbitri më shumë ndeshje në futbollin shqiptar, që për momentin arbitri më shumë ndeshje. Që është për momentin është Enea Jorgji. Po sa ndeshja, që dihet pak a shumë numri rreth çfarë shifre si numër? Enea Jorgji ka 287 ndeshje superiore. 287, sotri. Lorenzo është ke të befason që Ylli e di domethënë edhe shifrën e saktë. Jo, nuk befason se Ylli është kompjuter saktë. Po, sa kishte Lorenzi? Lorenzo do të jetë këtë 220-a. Mund të më shtonte ca ndeshje mua se ca si ka regjistruar. Plus që shikoj Ylli, më fal, Ylli. Lorenzo u ngatrua një moment se shkoi te mini futbolli një sezon dhe Ylli. Vetëm një sekond se e di se është kjo puna se që të ndihmoj ty që ti jesh akoma i qartë. Ndeshjet e mia kanë koeficient tjetër, ti e di shumë mirë. Në qoftë se i masim janë si golat që bëhen në Arabi Saudite, edhe golat në Premier League. Ça numri ndeshjesh ka ku është? Eugeni do të jetë 150. Por me projekcion marrë në konsiderat moshën e tij, peshën që mban në futbollin tonë sezonet e fundit, numrin e javëve që janë shtuar në arkun e sezonit, besoj që Eugeni do shkojë shumë larg.
Po i ka mundësit, se po 5 vjet, duhen një 5-6 vjet njërë të marri mua, pastaj të arri. Si rekordet e Ronaldos, që e zgjadhin e 2 vjet tani, sepse ka hallin e golave, duhet kapi kuotën e 1000 gola, më duket i duhen dhe 60 zgjadhi disa se të gola. marrë 500 milion euro. 500 milion, po. Lëri golat. Vjen një moment që ato parat Lorenz ai nuk e di, janë numra. Kurse golat janë ato që mbeten. Goli është 1000 gola, nuk besoj, vetëm Pele duhet të jetë Ashtu thon për Pelen, po janë edhe Romario ndoshta. Romario jo zyrtarisht. Jo zyrtarisht. Po shef. Bëjmë një shkëputje shumë të vogël. Pak muzikë dhe rikthehemi sepse kemi shumë gjëra për diskutuar me Eugenin sot në studio. Jemi me Bleki Zenunin në studio, me Eugen Xhajen dhe me Lorenzo Eminin, po ashtu dhe Ylli Agën në linjë telefonike për diskutuar pak edhe për botrorin e klubeve, po edhe për arbitrimin në përgjithësi, me që kemi sot Eugenin, një arbitër i FIFA-s në Shqipëri mbas një sezoni të gjatë. Do doja diskutoni pak edhe për këto zhvillimet e reja. Si ke parë arbitrin në këtë botror, sepse ka shumë gjëra të reja që po na shfaq botrori i klubeve me sa i përket arbitrimit. Ose një gjë për shkak që të pëlqen, një gjë që të duket çuditshme. Më shumë më ka pëlqyer siç kanë vendosur kamerat në pjesën e veshit që të japi publikut këndin e shikimit që shef arbitri gjatë ndeshjes. Kjo është një nga pikat, më thonë, që më ka pëlqyer si risi. Pastaj është implementimi i rregullave të reja që ka ndryshuar IFAB-i, i cili është mbajtja e topit të përtjerit më shumë se 8 sekonda. Ajo që jep goditën e këndit. Që jep goditën e këndit. Njëkohësisht është bërë dhe një ndryshim tjetër i cili u vë re si jo si mangësi, po si përmirësim i rregullave të lojës, kur topi goditet nga 2 këmbët njëkohësisht. Rastin, nëse mbani mend rastin e Atletico Madridit, Alvarez, që u anulua penaltia. Tashmë është bërë një ndryshim për rregullin në momentin që topi goditet nga 2 këmbët aksidentalisht, penaltia duhet përsëritet. Pra nga ai rast është bërë gjithë ky ndryshim në rregulloren e lojës. Ndërkohë, nëse ky veprim bëhet qëllimisht, atëherë do të jemi përsëri me goditje indirekte ose goditja e penaltisë do të quhet penaltia e humbur. Penaltia e humbur. Nëse do ketë qëllim. Po e dallon dot arbitri kur ka qëllim për të goditur me 2 këmbët dhe kur nuk ka qëllim? Për shembull, ajo Alvarezit dallohet që është pa qëllim. Ajo është aksidentale, ajo është një nga rastet aksidentale ku mendoj që edhe IFAB-i ka marrë spunto për ndryshimin e kësaj pike të nenit rregullores. Dhe për mendimin tim ka bërë shumë mirë sepse këto ndryshimet e drejtimit topit kur nuk janë të qëllimshme, kur janë për shembull nga rrëshqitja, lojtari rrëshqet nga terreni i keq. Dallohet qëllimi dhe jo. Dakor, okay. Domethënë e dallon arbitri. Dhe një gjë doja të pyesja me që më kujtove këto raste në botror. Ju në përgjithësi updateoni për rregullat e reja për kur fillojnë, domethënë futet një rregull i ri. Vjen informacioni, domethënë informohet menjëherë dhe arbitri në Shqipëri për themi. Po. Këtë radhë te ndeshja e Real Madrid me Paçukën pati një konflikt, nuk e di nëse ke pa momentin, por për ta shpjegoj. Pati një konflikt midis Rudiger dhe një kundërshtari, Cabrali, ishte lojtari i Paçukës. Dhe Rudiger i thot arbitrit, i thot më ofendoi në mënyrë raciste. E shahuaj në mënyrë raciste nga ngjyra e trupit dhe arbitri i dëgjoi në një moment dhe kthehet nga arbitri 4 nga ato dhe bëri një shenjë pra atë me 2 duart kështu. Edhe unë se kuptova çfarë ishte. Kjo ishte një shenjë shumë e çuditshme, nuk kishte ndodhur ndonjëherë. Mbrapa, pastaj filloi unë gjatë komentit se janë komentat dite. Po unë kam para ditë. Nuk e kuptova momentin, por u futa pastaj për të pse u bë ngjarje shumë e madhe në Spanjë. Ajo shenja e arbitrit ishte një shenjë që nis një hetim disiplinor për ngjarjen nga ana e FIFA-s për të hetuar se a ka ndodhur vërtet ofendimi racist apo jo në fushën e lojës. Domethënë ai nuk e ndërpret lojën, po ajo shenja e parë që thotë, shiko, këtu ka diçka për racizëm. Ju hetoni, ndeshja vazhdoi ndeshja, se pak minuta kishin mbetur dhe përfundoi. Pa e bëri arbitri. Por tani FIFA ka hapur një hetim dhe po heton për ngjarjen se si ka ndodhur. Ishte ky arbitri mbanon? Nuk e mbaj mend, nuk e ishte nga Argentina, më duket nga Argentina. Që ata e kanë ose kanë vetë ande nga ajo, se FIFA i bëri një gjest në rregulloren e lojës, ne nuk e kemi diskutuar në lidhje me këtë informacion. Për shembull, nëse 2 lojtar ofendohen në mënyrë raciste, ç'a bën arbitri në Shqipëri? Atëherë arbitrin herën e parë e merr lojtarin, e tërheq dhe i tërheq vëmendjen. Në herën ose kjo ndodh zakonisht nëse gjithmonë ose mos sa kjo është futur për tifozët.
kur tifozët kanë sjellje raciste, hedhin sende, hedhin Kjo është normale, ai thret me publikun, me atë autoparlantin e para punës është me foni, e dyta herë je të rreq ekipet brenda dhe herën e tretë nëse ndodh kusuri herën e tretë, atëherë ndërpret përfundimisht ndeshjen. Kjo sjellja me këtë duar se pak e besueshme kur bëri të shenjë, ç'është kjo shenjë? Nëse arbitri dëgjon për shembull lojtarin që ofendon me termin racist, se s'po e them tani se nuk ka dyshim pastaj, aty ka mas karton të kuq edhe disiplinë pastaj, po flasim nëse ai thotë që është si të them pështytja është një nga veprimet, gjestet më të rënda në sport. Nëse arbitri nuk e shikon dhe ai thotë më pështytje, ai s'ka se si e beson. Më falni pyetjes këtu, a është të shkuar në futbollist me karton të kuq gjatë ndeshjes që është kuptuar që ka pas racizëm mund të smajmë? Duhet ta dëgjoj arbitri. Zakonisht lojtarët edhe kur i shkojnë afër dhe i vënë dorën para kur i thon, e kupton. Pastaj dinat karton të kuq s'ka pas direkt në ndeshje. Ka sta dënime pas ndeshjes. Duhet ta dëgjoj. Ma pak në vështirësi Eugjini me ndonjë rast që mban mend ti se unë me memoria jam shumë dobët. Në një derbi ku ka gabuar, hajde jepi. Kafe nuk harroj. Tani parantez. Kur jemi me puls normal, jo 180 jemi, vlerësimi është maksimal për arbitra sepse kanë një profesion shumë vështirë dhe mban mend vetëm për gabimet që bëjnë. Kur ndeshjet shkojnë mirë, askush nuk kujtohet as për emrin e arbitrit që ka qenë në ndeshje. Megjithatë Eugjini në ato hapet e parë ka qenë ai rasti i Bathës që shkoi ngeci këmbën tek doka në derbi. Dhe mundova unë as pas ka tarsën ky arbitër. Po do ti që ti Eugjini mban mend gjithë rastet domethënë që ke momente kështu kyçe, se unë për shembull këto që thotë Ylli rasti që thotë Ylli është derbimi i parë. Derbi si 6 vjeçare. Domethënë ti nuk e harron këtë moment. S'kishte edhe VAR, s'kishte. Jo, okay, ti nuk e harron këtë moment, si më thënë. Momentet përgjithësisht fiksohen në ndeshje. Rastet nuk kulminojnë. Eugjini është okay. Si ishte kjo? Eugjini duhet të ndihet mirë për karrierën se me çka ka bërë Jemini. Unë jam me taloni. Ky ka një gjë të mirë që tani po I rrefen gjithë mëkatet e vetë. Ka vetëm këtë po them. Po të kisha VAR. Disi do më dukesh ndeshjet. Sa derbi ke bërë deri tani? Ke mbajtur sa derbi kanë qenë? Po Jemini ka një rekord që ka 5 ndeshje radha si derbi është. Edhe Eugjini më duket ka një ke bërë disa rresht, më duket. Ja, të rekordin tim se jo, dakor. 6 rresht. Nuk më kujtohet tash, po çdo sezon jam 1 ose 2 derbi. 1 ose 2 derbi nga 4 që janë, 1 ose 2 derbi. Po kështu vjen një natë për shkak kur thon për ndonjë rast për shkak ja ky arbitër është tifoz me Tiranën, po thon ose është tifoz me Partizanin ose me Dinamo, nuk e di. Ke dëgjuar kështu shpesh që thon për shkak fillojnë në fillimet e mia të karrierës vinte shumë i natë, po tash mësohesh sepse njerëzit flasin shumë, dëgjojnë shumë. Ti në përgjithësi mbas një ndeshje, mbarove ndeshjen sot, ndodhen ndonjë rast që krijojnë polemika, debate. Të nesërmen del nëpër lagje apo je nga ato tipa që 2 ditë po mirë po mbyllesh në shtëpi dhe nuk fatmirësisht në Shqipëri është një komunitet që nuk është se kemi pas probleme, nuk kemi pas probleme. Mbaron aty dhe lufta sportive aty, sepse po të shohësh kemi parë disa raste me erdhi dikush nga i shtetit dhe erdhin ulëm diku tha, ju uleni në këtë vend publik, tha në këtë lloj kafe në mes të qytetit, tha, jo, tha nuk do të lejohet uleni këtu, ju do uleni në një vend më privat që tani vetëm arbitrat për shemb. Sepse unë ndodhin ngjarje nga më të pakëndshmet që Ylli. Glendi me që kemi edhe Blekin aty dhe unë dalloj që ka shumë më tepër polemika për sa I takon arbitrave në ndeshjet e Kosovës dhe më ka bërë çudi që nëse ne ka patur pak raste, por ne kemi marrë arbitrat e Kosovës për gjykuar në kampionatin ton. Ndërkohë që Kosova pavarësisht se ka të nevojshme, ku kemi marrë të Kosovës? Po kujtoj një ndeshje nëse nuk gaboj Nuza ka mbajtur një ndeshje nga kampionatin ton. Jo. Ka qenë në misore me kombëtarën. Po jo Nuza, mos si Nuza se arbitron dot deri në kategorinë të parë mund të arbitrojë në Shqipëri. Se kanë edhe arbitrat tonë kanë qenë atje. Për kampionat jo, ndeshjet kombëtare nuk është se ka kështu. Edhe me pjesën tjetër që ne kemi marr arbitra nga Maqedonia, nga Malta, nga Luksemburgu, plus për ndeshjet më dha kemi marrë dhe arbitrat huaj. Po vetë Kosova ka marrë për kupën e Kosovës, ka marrë Gjermanisë. Po ishte ndeshja finale e kupës. Po edhe Beri Lemsha I Gjermani. Pa ata shqyrë, jo gjyqtar non stop ka ankesa, për ata shqyrë që e mani këtë faqe ndrim sepse është shumë vështirë me qenë si ju. Ja, për shembull ne morëm për finale e kampionatit polakun Marciniak, që ne kritikuam pak si gjest sepse në fundit edhe një arbitër shqiptar
nga 3 të FIFA-s, po themi të 3 mund ta mbani një finale apo jo? 4 po. 4 po. Mund ta mbani një finale, se aq më tepër ndeshje e qet, po. Se finale gjithsesi ndeshje është çështje niveli më Glend. Eugeni arbitron në grupet e Europa Ligës. Ky do shkojnë në grupet e Champions League, nuk është çështje niveli, është çështje paragjykimi. Atë ndeshje Eugeni, domethënë nuk arrim dot ne që ti largojmë paragjykimet akoma. Patjetër, atë ndeshje jo Eugeni, po edhe poshtë nivelit të Eugenit arbitrojnë pa bilbil fare. Çan ndeshje ishte ajo si karton të verdh. Por këtu është çështja e paragjykimit që ka arbitruar gjithë vitin dhe për një penallti që si ke dhënë ti para gjithë palët të qetë, thonë ai mos bëhet. Atë merr një të huaj aty mirupafshim, ai merr avionin. E di atë historinë që i tha që ta ka thënë Gzimi. Po brako. Ti si ndihesh kur ose patën një takim me Marciniak në ato ditët që ai ishte këtu? Nuk kisha pjesë e ndeshjes finale fare, por nuk e di, unë e shikoj dhe do ta shoh dhe me sensin pozitiv gjë. Po patjetër, do të sens pozitiv, diskutohet. Eksperiencë është fund. E kam fjalën që kur vjen gjyqtari më i mirë, një ndër më të mirët në botë, ai që ka gjykuar finalen e Kupës Botës, në finalen e Champions League-s, kur vjen këtu ne duhet ta përdorim si marketing, edhe atë që e kam përdorur si marketing që për fushatën që ne kemi bërë që në fillim bëu arbitër. Besoj që këtë gjë e kemi përdorur, domethënë si klip, domethënë që ardhja e Marcinakut është një ogur i mirë që një reklam. Kjo është pjesa pozitive që shikoj. Unë jam dakord fare. Ja, më mirë dakord. Nuk mundet tani arbitrat shqiptar me këtë nivel performancë që kanë këta tani, ëh? Se këta po arbitrojnë në nivel. Vetë thej që nuk është çështje, nuk është çështje aftësie, është çështje paragjykimi. Dakord, kjo duhet të hequr pra sepse e tha pak. Mirë pra se Ora duhet të hequr kjo mos zotëri. Si ky arbitron gjithë vitin, djersitë, lodhet dhe ndeshjen më të rëndësishme të arbitrojë një juaj. Ky është kompleks inferioriteti. Marrë kjo më se ti shkon në Evropë me përfaqësues Shqipërinë, sa më ardhni Marciniak që është shumë i famshëm në Shqipëri. Ajo reklam është, po shumë interesante se ti bën diçka më të madhe me përfaqësues shtetin tënd, se sa më bëhet reklam dikujt që këtyre ti nënvlerësosh kështu e kupton. Kjo është ide. Nuk e shoft si nënvlerësim, me thënë vërtetë. Jo, patjetër. Ose është që tifozat mos më vërshu aty Marciniakut sepse është i huaj. Ne domon kjo pjesa e paragjykimit ekziston në çdo vend, se ne kemi Greqinë që kemi shumë afër. Po që ata arbitrojnë çdo javë. Po. Apo dhe në Turqi që në shumë raste kanë marrë arbitrat huaj. Normal nuk të vjen mirë, sepse edhe lojtarët që janë në kampionatin tonë duan të luajnë ndeshje më të mira, edhe për Giant dhe shokët e tij, dhe ata duhet të jenë prezent në ndeshje më të mira. Po. Po ai presioni ndeshjes, i rezultatit, i premios shumë të lartë që ka ndeshja nëse del kampion, diferencosh me 1 milion euro, kështu që është kërkesë shumë e madhe për të gjithë. Po doja ta pyesja Eugenin, me që përmendë pak ato ndryshime, nëse do të implementohen edhe në kampionatin tonë, sepse më pëlqen pjesa e 10 sekondshit. 8 sekonda. 8 sekondshit, po. 8 sekonda ato të bën. Do kemi një 20 goditje këndi. Unë besoj që pas këtij rregulli portierët nuk do tentojnë të ta marrin topin aq gjatë, sepse do ketë për shembull ekipe që do kenë lojtarë shumë shtatlar që do të luajnë me goditje e këndit dhe portierët nuk do rrezikojnë me goditjet e këndit edhe me mbajtjen e topit aq gjatë në duar. Vetëm se kjo thot Ylli, se Ylli ka drejt këtu që se ai ishte rregulli me 6 sekonda, por nuk u dha asnjëherë as dy kalim. Edhe tani në botror një apo 2 herë është bërë goditja këndit, nuk është se ka qenë shumë. Megjithatë do vazhdojmë të flasim pak me Eugenin edhe për tema të tjera, edhe për të kuptuar se si bëhet sot një arbitër. Menjëherë pas publicitetit rikthehemi përsëri në paso me çunat për të diskutuar pak edhe për pjesën personale të Eugenit, duke qenë se e kemi këtu në studio sot, edhe për ta pyetur pak se si u bë ai arbitër, domethënë si bëhet Eugen Gjaja, si u bë arbitër? Se nuk është një profesion që ti e ke pasion. Ke pasion edhe të bësh arbitër. Jo, pa pasioni është bësh fare, kështu. Pasion për futbollin. Pasion për futbollin. Pasion është aja. Domethënë fillohet një herë futbollist. Po, un kam luajtur futboll deri në moshën 18 vjeçare. Pas kësaj, duke parë që nuk arritëm të dilim në pjesën kulminante në futboll, u drejtova ndërmjet një miku tim pash një lajmërim, domethënë që Federata Shqiptare e Futbollit organizonte një kurs të arbitrave. Shkova u paraqita në federat, fillova kursin e arbitrimit, i cili ishte 1 vit, ishte si tip kursi atëherë, po, se tani është bërë më ndryshe. Bëra këtë kursin krahas kursit, shkonim edhe në ndeshje të ligës amatore, ku aty më shumë ishte mësim në praktik, ku shkonim arbitra pak më eksperiencën e. Gjatë sa kohe, si thonë asaj, mësuam të rregullat e lojës në praktik. Pastaj
erdhën hapasati. Arbitrat janë pak a shumë si shoferët, domethënë duhet të mësojnë edhe praktikën, ti japësh makinës. Si autoshkolla, po edhe literaturën, pra atë pjesën letrare që duhet mësosh gjithë rregullat si zbatohen, si sportistët, futbollistët s'kan lidhje fare me teorinë. Teoria s'ka gjë po. Edhe në praktikën. Po, në praktikë, edhe duhet dish dhe rregullore gjithë. Si do veprosh në këtë rast, çfarë do të bësh tu, sepse arbitri ka një gjë, duhet përveç se duhet vendosin fush, ti japi një udhëzim lojtarëve, ti tregoj pse mori këtë vendim, po ti thot dhe neve që ndjekim nga ekrani apo publiku të stadiumit që si u mor ky vendim, do të japi ato shenjat dalluese që edhe ne të kuptojmë se çfarë po ndodh në fush apo jo. Do të jetë shumë i kujdesshëm në të tre komponentet, domethënë dirigjenti pra. Po. Dhe pas kësaj fillojnë ngritjen nëpër ligën profesioniste, moshat një herë, te liga profesioniste. Në këto liga profesioniste vijnë persona të pranishëm që punojnë së federatës, që ndjekin arbitrat e ri. Po, jo me nota, po që merren me projektet me arbitrat e ri. Dhe gjatë kësaj kohe shikohet cili element mund të arrijë, mund të shkojë pak më lart. Pas kësaj erdhi ngjitja në kategori 2. Dhe çdo kategori erdhi me radhë derisa. Si mendon vari e ka ndihmuar arbitrin ti vetë? Dihesh më i ndihmuar nga vari në këto? Se i ke provuar besoj të dy etapat. Unë kam provuar të dyja, realisht në fillim fare kam qenë kundra sistemit VAR, kundra kam qenë, duhet ta shpjegoj pse, kam qenë kundra emocioneve të heqjes emocioneve të futbollit, të shikueshmërisë së një ndeshje. Ndërsa tashmë që VAR-i u bë vite, jam pro, është një ndihmës shumë e madhe. Ne sot po ta heqim VAR-in duket sikur është kthim mbrapa. Po, jo në fakt apo ne japin dy emocione, një herë goli pastaj panola. Tani ashtu emocionet. Mendimi im tani është arbitrat janë çik më të relaksuar, sepse më të qetë, por arbitri mirë tani këtyre kohëve moderne është ai që nuk shkon te vari. Ti gjithsesi objektivin tënd e ke që vendimin që do japësh në fushë të jetë i saktë. Domethënë ky është objektivi primar. Pra mos të futet ai varit. Absolutisht. Po futet aty. Edhe një gjë, si komunikon arbitri me varin? Çfarë komunikimi ke ti me kolegun tënd që është në pas çdo lloj situate të dyshim? Jo, është komunikim zyrtar. Po, patjetër, komunikim zyrtar, pas çdo lloj komunikimi, pas çdo situate që kemi, penalltie, kartonit kuq, kartonit verdh, i cili çekohet, kontrollohet nga ana e varit, unë jap opinionin tim dhe kriteret për rastin konkret. Biseda bëhet domethënë nëpërmjet kufjes gjithmonë. Patjetër nëpërmjet kufjes. Pra ti thua për mua ky ishte penalltia, marrim një rast për shembull. Si komunikon ti? Po po komunikon me Lorenzin që është në var. Kemi një prekje topit me dorë. Unë i them, pozicioni i duarve është në pozicionin jo natyral, dora është e hapur, dora shkon në drejtim të topit dhe unë ndëshkoj këtë situatë me penallti me 11 metrash. Këtë gjë vari e kontrollon, e çekon të gjithë situatën. Të gjithë ato çfarë unë i kam thënë, ai përputhen me fjalët e mia, a ka qenë dora në këtë lloj pozicioni ose jo, dhe vari e konfirmon. Pasi konfirmon penalltin, vari kthehet, mund të kthehet sepse mund të ketë pasur një faull më para penalltis, kontrollon edhe njëkohësisht. Ose mund të ketë pasur një pozicion jashtë loje. Si të thret ty atje? Si thot ai? Eugene të rekomandoi një rishikim në fushë për një rast penallti jo të mundshme, nuk është penallti. Në moment kur ai thot Eugene, ne do ti të këshilloj një rishikim. Në qoftë se ti i thua jo nuk dua ta shikoj. Apo s'ka, fjala që thot ai do shkosh. Ti do të do kur thotë ai të këshilloj rishikim ti do shkosh. Patjetër që po. Patjetër që po. Paga shumë domethënë vari. A mund një pyetje fal, jo, fal, ti mund të shkosh te ekran. E shikon situatën, nëse ti nuk bindesh, i qëndron vendimit tënd. Një pyetje këtu, rasti Marciniak ndeshjen Real Madrid Bayern vitin e kaluar 2-1, kur shënohet golin në fund nga De Ligt. Marciniak ishte pozicionuar pastaj një goli. Po aty ai ka vepruar më herët, po prapë s'është marrë vendimin më. Atëherë në momentin që Bilbili bjen, nuk futet më vari. Aty ka gabim mbaron aksioni. Donë është gabimi gjithmonë kryesor që s'ka prit. Ai është i ansori që ngrihet apo i kryesor apo dhe kryesori që ndali lojën. Arbitri kryesor është ai që drejton lojën. Harroi ansori. Kryesori mund ta shohë shumë mirë që asistenti e ngre flamurin, por ti vazhdo se loja mbaron rregullore thonë loja mbaron kur bjen Bilbili. Një gjë për shkak që ndodhi këtë vit në botrorin e klubeve është që arbitrat mbasi japin vendimin, kur i thret vari dhe ndryshojnë, duhet t'ia komunikojnë dhe publikut nëpërmjet ato variante. Kjo është risia e re që si duket ajo është ti të komunikosh me gjithë stadiumin atë. Unë mendoj që kjo do vi edhe në UEFA.
Do bëhet në Europë. Unë jam i bindur, po. Ky është thjesht një pra ju mbas jo vendimin ju do flasësh edhe publikut. Po ka raste situata të cilat të emocionon kjo gjë se do flasësh me një publik që ka njerëz të cilët domethënë që nuk kanë aftësinë aq të mirë që të flasin pasi e shikojnë një rast. Kjo bëhet në praktikë. Unë kam parë në disa seminare të Federatës Gjermane të Futbollit, e cila po bën praktik tashmë mbi arbitrat në disa sesione se si të flasin. Po patjetër, do të kesh publik tani. Patjetër, do të kesh edhe arbitër, do të kesh edhe. Kështu që është ajo që tha Glendi fillim që tashmë arbitrat e ngarkuar aq shumë se do ta shpjegosh 50.000 vende. Lorenz, shiko çfarë ndodh gjë tjetër. Shoh disa arbitra për shkak që kur flasin me publikun e ulin kokën poshtë, se ka një lloj emocioni me gjithë publikun. Ai vërtet arbitron fush, por për të folur është është tjetër gjë, sepse është pjesa e shprehjes që ti nuk je mësuar gjithmonë, ti flet me ato lojtar kur është ndryshe kur flet me lojtarët që janë fush me një komunikim ndryshe dhe protokollare shumë. Po, gjuha që ti përdorësh me 50.000 spektatorë, jo me 50.000, po me miliona shikues që shohin në ekran, që shohin edhe media, dhe do ta kuptojnë. Po kjo do jetë besoj që në raste cilat që janë raste të shumë diskutueshme që publiku nuk e kupton. Kemi pa shumë raste çfarë ata arbitri themin neve. Biles ti mund të kishë një koment, kam gjuar komente shpeshherë disa për ju që komentatorë që nuk e kuptonin se cili është vendimi, sepse realisht edhe unë si shikues që unë jam pjesë e kësaj pune nuk kam kuptuar disa. Shiko, mund të ketë edhe një diçka të ndërmjetme, sepse edhe unë jam dakord me këtë që ka arbitra që nuk e shprehin dot me gjithatë emocion. I lodhur me 180 siç o hylli pulsi. Ti japë shpjegim dhe me mikrofon tani pritje. Ai do thot vetëm një vendim. Unë mendoj që kjo ndërmjetme mund të jetë shpjegimin në ekran, të cilën atë mund ta bëj vari nga brenda që shpjegimin e nxjerr atje. Pas pak do shohim të 8 ndeshje, do t'i analizojmë pak të duelet që na ofroi. Ose kisha edhe unë 2 gjëra. Do vazhdojmë, për kemi edhe një orë, po do bëjmë një shkëputje për edicion informativ dhe rikthehemi më një herë në pason në Top Albania Radio, po ashtu edhe në digital në kanalin Sport News për të bërë dhe një rezume me botrorin e klubeve që ka hyrë tani në fazën tjetër, në fazën e raundin e dytë. Me eliminim direkt do të kemi disa duele të bukura, po më bëri përshtypje fakti që u kualifikuan 4 braziliane. Palmeiras do luajë me Botafogon, Interi luan me Fluminense dhe dueli i fundit është një dy fjali për Xhain. Do vazhdojmë prapë. Do vazhdojmë prapë me Xhain. Do të themi pak po të bëjmë një rezume për këto ndeshjet e Por është një pyetje, ç'ne 4 braziliane se unë se kuptova. Arritën të kualifikoheshin të gjitha. Kjo ishte një befasi sepse lërë po ç'ne që morën pjesë 4. Kjo është e bukur kësaj gore. Kjo është thash ka një lloj renditje të koeficientëve, siç bëjnë për Europën, për shkak që morën pjesë sa ishin nga Europa 12 duket. Po, skuadra 11, po. Në Amerikën e Jugut hynin 6 ekipe me koeficientin më të lartë dhe koeficientin më të lartë i kishin brazilianë dhe argentinë. Skuadra, 4 braziliane, 2 argentinë. Kampion të fundit, kush kishte fituar Kupën Libertadores apo gjithë kompeticionet që kanë atje. Domethënë kjo ishte mënyra, po ajo që befasoi ishte që u kualifikuan të katërta. Kjo është shumë e bukur. Kjo është më e bukur e kësaj gare, sepse na si tifozë na mësuam me Champions League, mendojnë që këtë futbolli është vetëm në Evropë. Ka shumë tifozë futbolli që quajnë futboll që 25 vite si unë, edhe unë një Boca Juniorsin, enjoy River Plate-n, kajt pas njerëz si kompa live. Kur e pasha ditë ndeshjen Boca Juniors Benfica, ke spektakël. Mendoj që arsyeja kryesore pse kjo garë është bërë është sepse bota më dëshmuar që nuk është vetëm Real Madrid Barcelona, por ka klube të tjera dhe kjo dëshmuar me këtë garë. Kështu që unë po kam qejf shumë që një klub tjetër pas Evropës më fitu, edhe pse jam tifoz i Chelsea, po Flamengo e ka shkatruar Chelsea, kështu që inshallah njëna shkon finale. Prap ideja kësaj kupës botës ka qenë që më bë pak më diversitet edhe kuptohet me mu pa që ka talente gjithka. Në teçë është sigurt që do jetë një braziliane, sepse duke qenë se ndeshjet Palmeirasin Botafogo njëra do kaloj. Pastaj duelet e forta janë edhe pak këto duelet europiane. Benfica Chelsea për shembull është ndeshje shumë e bukur në nesër në orën 9 mos gaboj. Në orën 10. Po. Nesër është në orën 6 Palmeiras Botafogo dhe në orën 10 të darkës është Benfica Chelsea, ndërsa të dielën është Paris Inter Miami në orën 6 në orën shqiptare dhe Flamengo me Bayernin në orën 10. Janë prap dy duele shumë interesante. Pastaj të hënën është Inter Fluminense. Besoj që Interi këtu mund të jetë pak favorit, se Fluminense nuk është se kishte ndonjë skuadër të jashtëzakonshme. Manchester City luan me Al Hilal, kjo është ndeshje shumë interesante, sepse Al Hilal me Real Madridin më la një përshtypje të mirë. Ishte një skuadër që ngacmonte. Nuk ishte pa gjë, domethënë. Pastaj dueli është i rëndësishëm, është Real Madrid Juventus, që është martë në orën 9. Dhe mbyll në orën 3 të mëngjesit ditën e mërkur Dortmundi me meksikanët e Monterrey që luan Sergio Ramos. Duelet janë pak a shumë gjitha të lezetshme. Ti kë mendon ku do jetë? Po për shkak se më duel më
më të barabartë. Për shkak që shorti e ka vendosur Parisin një në anë dhe Manchester City në anë tjetër, mendoj që një finale e pritshme nga këtë bota futbollit është Paris Manchester City. Megjithatë, që thash edhe më herët, mendoj që vullneti më i madh është i klubeve braziliane, sepse e kanë mundësinë që mund të shmunë në arenën ndërkombëtare. Që ti mendon që mund të shkojë një brazilian në finale? Po unë unë Chelsea nuk ishte më forta nga të katra. Unë mendoj që Flamengo mendoj që ka qenë shumë mirë tash varësisht me Bayerni, po edhe Palmeiras me Esteban Willian shumë lojtarësh insan. Çka më pëlqen mua sepse Kupa e Botës për klube deri vonë ka qenë një gard themi vetëm për show, sepse kanë qenë klubi që ka fituar Champions League ka luajtur veç 2 ndeshje. Do të thonë ka qenë një gard shumë e shkurt, ka qenë diçka kryesisht për Evropë. Është më e bukur kështu. Po, ka qenë veç Corinthians kampion 2013-ën, edhe në 2005 ka qenë Sao Paulo. Kryesisht Evropa. Tash luajnë gjithë bota, luajnë më shumë ndeshje dhe ka më shumë temi kompetitivitet. Arsyeja pse ka pas ankesa sepse s'po ka tifozë, sepse ka pas ndeshje që janë luajnë ditën e hënë në ora 3 ditës, edhe është verë. Arsyeja tjetër është sepse është mbahet në Amerikë dhe bota futbollit ende ka të përshtypjen që kur luhet ndeshje në Amerikë është miqësore. Tash kur vjen kampionati botror vitin tjetër mëson, po. Unë mendoj shumë ka pëlqyer kjo garë dhe mendoj që ka më pas shumë më shumë rritje në vitet e vazhdim. Bukur, brëm për shkak që ndeshja ishte në orën 9, Real Madridit me Salzburg, stadiumi ishte plot dhe binte edhe shi plot, nuk niknin tifozët. Gjithë me qesen kokë vazhdonin atje. Pra edhe orari ka të bëjë. Për shembull, do kemi tani të shtunën dhe dielën 2 ndeshje janë 12 drekës atje. Si mund të shohësh ndeshjen 12 drekës? S'mund më shku ashtu është, po. Temperatura është lartë, temperatura lartë. Temperatura është lartë. Në Miami është 35 gradë. Më fal, kjo bëhet për arsye të Evropës, që të shikojnë Evropa apo për tu parë në gjithë? Për gjithë botën është ajo çështja se për shtat kebe ka fak. Për atë më shumë marketing. Mos gaboj finalja e botrorit të 94-s. Do të ketë një orar i tillë. Po, ka qenë një orar 2-3 drekës do të ketë. Ka qenë ora 3 në Amerikë me stadionet. Imagjino 3 drekës finale botrori, Itali-Brazil. Ashtu do luhet këtë radhë. Finali do luhet në 13 korrik, do jetë në 3 drekës. Po kjo është ora 9 me Europë për vitin tjetër që është kampionati botror, dhe kuptohet që është tash formati më i zgjeruar i kampionatit botror, edhe dojmë ne po tamam sa janë përshtatshëm ndoshta publikun ndërkombëtar që më përshtat gjithë orarëve. Megjithëse interesimi për Kupën e Botës për shtetë është shumë më i madh. Ja kuptohet që unë për shembull të komunikoj 3 natës po këtë verë si më qua la, po prapë është e madhe. Vetëm se një gjë, e çuar Glendi për ty. Shikoj se çfarë ndodh, një gjë, çfarë kemi frikën e komentatorët. E para gjë që kontrollojmë është koha. Sepse duke qenë se atje janë gjithë stadiumet hapura, atje fillon një shi me vetëtima, në qoftë se një vetëtim bie në një rreze prej 13 kilometrash nga stadiumi, atje pezullohet ndeshja. Dhe pezullimi i ndeshjes është pezullohet kur të hapet koha, do filloj prapë. Ka rregulla strikte po. Hapja e kohës, për shembull, ti mund të kesh ndeshjen 12 natës. Ishte një nga kolegët tanë që kishte ndeshjen 12 natës. Mbaroi pjesën e parë, minutën e 50 ndërpritet ndeshja për vetëtima. Kur të hapet koha tani. Ti je ora 1 natës. Në orën 3, kështu krevati ju kanë vënë aty krevati. 3:20 vendosën të fillojnë pjesën e dytë, pjesën e mbetur ndeshjes. Imagjino, ti shkon 12 natës dhe në orën 3:40 fillon pjesa e mbetur e ndeshjes. Do është një torturë sepse duhet presësh të hapet koha, nuk e din ata kur do fillojnë. Në Europë kjo gjë nuk ndodh, sepse stadiumet janë të mbyllura, janë të ruajtura. Atje të hapura s'ka asgjë. Duhet ketë kjo një afat kohës, as diskutohet fare, po jes mund të presin tani lojtarët. Ora s'ka afat derisa të hapet koha. 12 orë sa të hapet koha dhe disa. Sa të hapet koha? Ka qenë Benfica me një afat. Po, Benfica më ofron 3 minuta ka qenë. I futën brenda. Po prapa. Kur të hapet koha ata fillon prap lojë. Se më kujtove atë ikën e dritave këtu në stadium që rrinte Cristiano Ronaldo në stol. Dhe unë që isha aty isha arbitri 4 e shikoj edhe si su mërzit ky Mourinho stol më dha 1 orë. Ti je bërë për tifo me ato skuadrat, me kë gustot europiane si ke? Tifo bëj për skuadrën Team One të arbitrave. Po, përveç Team One. Jo, keni skuadrë që e preferon? Zakonisht tek futbolli europian, ekipet europiane kanë tregu më shumë nivel, mendoj unë. Jo, në përgjithësi, edhe gjatë vitit, për shembull, keni një ekip që ke kështu. E di se Premier League apo nuk do ta thon. Përgjigje diplomatike. Eugeni ka problem shumë të madh, se tani thot, po bëj, po them pa të mund. Drejt. Ai mund ta thotë një ekip nëse pasi se mund të bëjë. Nëse patjetër disa probleme janë. Ky duhet të shprehasë, po ti thuaj Botafogo për sa. Botafogo nuk e di, Botafogo. Po thoj Parisi se si dihet. Mund të marrësh ti kur shef një ndeshje. Ti shef arbitrin apo shef ekipet? Klientin këto ditët e sotme vetëm arbitrin. Asnjë tjetër shoh pozicionime. Shikoj tani të them të tjetër të kundërtën. Po isha on tani para 20 viteve, unë shikoja futboll komplet. Po komplet dhe kur dolëm jashtë për seminare, ata e kuptojnë që ne jemi shumë të fokusuar mas futbollit. Të shikoj, ju nuk duhet shikoni futboll më, shikoni arbitrin. Atë çfarë bën?
Ky tani e ka marrë. Kush një arbitër që Kjo ka qenë koalencë. kush një arbitër që ti ke diçka për t'i mësuar kur e shef nga ekrani pak. Si i dhut përpara kam pas Nicola Rizolin, italianin, zakonisht arbitrat italianë janë ato që janë të Pra ke diçka për t'i marrë nga edhe Howard Webb është një nga ish gjyqtarët. Për momentin nuk është se jam fokusuar te ndonjë arbitër, një emër që unë e ndjek, por tek të gjithë çfarë i shikon një arbitri në fushë kur e shikon, domethënë çfarë elementesh i elementi kryesor i parë që është personaliteti dhe karakteri që ai tregon në fushën e lojës në vendimarrje. Po, në vendimarrje. Dhe me lojtarët. Patjetër që po. E gjitha kjo bën diferencën e një arbitri kualitativ dhe një arbitri i cili për shembull veten tënde vën në pozicion, merr ai një vendim thua po tisha unë çfarë vendimi do merrja, apo nuk është kjo situata se ai ka pamje tjetër. Gjithmonë e shikon në atë lloj syre, e gjykon si do veprojë ti, sepse kjo të ndihmon në punën që ne bëjmë përditshme. A do veproja, do merre një kënd shikimi më të hapur, do e paraprija topin, se janë gjëra teknike të cilat ne i përdorim edhe i mendojmë gjatë kohës që shohim ndeshjes si duhet sprintonim, si duhet të veprojmë. Kampionatin italian Ti veten unë jam unë shoh shumë kampionat anglez. Ti veten e kontrollon veten. Unë jam fan si kampionat anglez. Veten e kontrollon, për shembull ke bërë një ndeshje, po themi Tirana Partizan, po marrim një shembull. Ditën tjetër ti e merr ndeshjen për ta riparë veten, për ta kontrolluar veten. Unë çdo ndeshjen timen e shikoj 1 ose 2 herë. Një ose 2 patjetër. Dhe kontrollon veten. Dhe është e mira, përpara kam pas direkt mbas ndeshjes, tani sepse po ta shohësh ndeshjen direkt të nesërmen, ti përpiqesh ta mbrosh veten tënde, ti mbrosh vendimet e tua. Por nëse ti ndeshjen e shikon pas 3-4 ditësh, ti e shikon ndeshjen me syrin kritik. I ke gjetë vetes në gabim? Patjetër që po. I ke gjetë. Patjetër që po. Në një moment ti do të bëj një gjë ndryshe. Situata kartona të verdh, ndoshta të munguar që ti duhet i kishe dhënë, ndoshta pozicionime të tilla që ti nuk e arritur aty ku duhet, ose këndi jot i shikimit nuk ka qenë i dur, ose pse ke gabuar, se kemi pas raste që kemi shkuar edhe pranë varet që kena gabuar, dhe e gjitha mendoj që gabimet më të mëdha kanë ardhur nga mungesa e përqendrimit dhe motivimi që ti ke pasur në një rast një vendimarrje. Diçka në stadium apo thjesht? Jo, thjesht të vënë në gjumë ndeshje. Është një ndeshje e tillë për shembull që jo vetëm mund të jetë ndeshje e goxha rivalizuese, po një arbitër kur jepet caktohet një ndeshje, e do një ndeshje që të jetë stadium, e do derbi ndeshjen apo e do qetësi? Mbaroj atë punën time. S'besoj se ka njëri. Ti e do presion. Un po spat ndeshja luftë sportive, tifozëri, ajo është arbitri. Do presionin domethënë, do të hysh në një ndeshje ku ka presioni ose me adrenalin, do të kesh pak adrenalin, bravo, ka motivim ndeshje atë. Presioni është ndeshje qetë që ky s'ka fare presion, se çfarë mendon se ky te derbi ka presion? Jo. S'ka fare presion. Ky ka dëshirë që presioni zero më. Ai ka dëshirë që të jetë ndeshja derbi, të jetë plot stadiumi aty, po presion. Ja bëj një pyetje arbitrit. Presionin dhe cila është pjesa më e vështirë pra me qenë arbitër? Masi presion s'paske, durim po get paske, pjesa më e vështirë me qenë arbitër. Nuk thashë nuk kam presion, presioni është. Po e shijon. E do presion. Unë dua presionin, po pjesa më e vështirë është pjesa më mbrapa. Mënyra se si të tjerët e kanë parë kur ti ka situata që ne sipas rregullave të lojës kemi vepruar mirë dhe është thënë në media të cilat ne nuk kemi vepruar. Gjykimi publik është i rënd dhe ajo që të tjerët e shesin jo pas sa kam në ndonjë moment ti aty në ndonjë moment do që të kesh një hapësirë për të folur, për ta shpjeguar vendimin tënd ndoshta. Nuk pëlqen. Pjesa ato që ceka më në fillim të emisionit nuk pëlqen të deklarohem sepse do merret me interpretimin e fjalëve të mia se si e tha ky bëri këtë gjë. Do akoma më shumë benzinë zjarri. Mendoj që po, edhe nuk jemi akoma gati. Se te kjo pjesë, sepse un jam te krau këtej tani, që nesër kur do vish ti. Un mund të kem mendimin tim, e kupton, nuk është, po mendimi im është e mirë të jetë i argumentuar në rregullore. Pastaj se si ka vepruar, patjetër që nuk ka raste që nuk të ndeshen mendimet, sepse unë kam mendimin tim dhe unë e vlerësoj edhe nga këndvështrimi im sikur jam fush, e kupton, e kam mendjesin time. Dhe Eugjini ka vlerësuar jo, unë them po kjo s'do të thotë që
ti të viresh në atë presionin pse e thash unë kështu, e kupton? Gjykimi i tifozëve nuk është racional, sepse është me emocione. Jo, flas për tifozët, ata hiqi fare. Vetë për gjyqtarë ki. Flas për profesionistë. Ne po flasim për pjesën profesionale të emisioneve. Jo, ata rrugës. Po çam, unë sa kam të rrugës. Si këta gjykimi publik për shtatë. Jo, marr ata llogaritë fare. Kur e shajnë në stadium, si ndihet kur shahet në stadium, kur ofendojnë gjithë tifozët atje. Ti e dëgjon ata për shkakun? Ja po un tani gjatë kësaj kohe fillon në momentin që ti bëhesh profesionist. Zëri në tifozëve e ket 0. Nuk shef. Unë edhe kart koha që ato shotimat e ndeshjes, un kam qenë në ndeshjen e Europa League, isha në Altmark stadium, ishte full atmosfera, ishte super e zjarrt. Kur kam pa mbas 3 ditësh ndeshjen, tha, sa pas kanë qenë në stadium. Pse? Ti se ishe i përqendruar. Sepse përqendrimi është komplet në fushën e lojës, nuk e fare si thon asaj. Ky s'ka për të dëgjuar bubullimat, po ishte aty në Amerikë. Duhet i mundesh emocionet. Qofse ty të mundin emocionet, ti do humbësh ndeshjen tënde. Do shkosh të gabosh në vendimarrje. Kështu që edhe një gjë do të pyesja, sepse ti e the vetë që kur shkon atje në Altmark, stadiumi është plot, është tjetër atmosferë ndeshje. Çfarë do të bëjmë ne më shumë që të vinë më shumë tifozë në stadium, më shumë, se po të shohim viti fundit ka qenë kjo është një problem shumë i madh, stadiumet pothuajse bosh. Edhe vetë arbitri ndjen aty që kjo është pjesë shumë e ime personale, po gjithsesi ti ke kohë. Po lufta sportive ndërmjet ekipe, rritja e cilëtetit, shohim domethënë që lojtar, unë nuk e di si edhe modelin e stërvitjes lojtarëve, edhe ritmi fizik. Unë e marr nga anën time personale, mënyra e stërvitshmërisë time është e përditshme, ndoshta edhe disa herë 2 herë në ditë. Nuk e di ritmi fizik, loja fizike më e fortë, do si nuk e di. Po shiko. Ju se vure në s'është puna fare, domethënë këtu si mund ta përmirësojmë situatën dhe po iket, shikon, nëse këta arbitrat po ecin me ritëm tjetër, futbolli Superligas po ecën fare me atë ritëm. Propose shoh për shembull. Ky tani arbitronë Altmarin. Kolegët e tij që janë në FIFA bëjnë 7-8 ndeshje po themi në Europë. Është një rritje, sepse deri më përpara bëhej një dhe mezi bëj. Po pra. Domethënë rritemi në një pjesë. Është mirë që edhe ekipet shkojnë paralel. Duke parë që domethënë mezi kalon një round. Se unë kam thënë edhe te procesi që arbitrat në krahasim me Superligën apo me kampionatin janë ku, nuk ka lidhje tani me këtë nivel futbolli. Me këtë lloj arbitrimi. S'ka lidhje fare. Tani se ka ky në dorë, çfarë do bëj ky? Kur ata janë në gjumë ti thotë hajde në tifozë. Me politika më shumë të politika, padje. Me që më hape këtë temë, unë kur dëgjova atë zothansin e shtëpisë futbollit që tha do ta lëm edhe për këtë, se ma kalove atje ku s'duhet. Për formulën Për formulën, domethënë kur dëgjon arsyet si po e lën, ku are ky është këtu apo është në një tjetër. Ai thotë, shikueshmëria është rritur, sponsorët janë rritur se kam këtu. Edhe lexova thash ore, është rregull ky, çfarë po thot ky? Ku llot? Çfarë shikon, çfarë futbolli shikon ky? Sponsorët janë rritur, kemi marr përgëzime nga UEFA për këtë formulë, ndërkohë që se ka asnjë tjetër në Evropë. Vetëm ne kemi. Tani ta kaloj pak se kam se mos ta harroj, shikoj. Se përfitoj nga rasti që e kam Eugene se arbitrat s'para dalin edhe ta falenderojmë që na erdhi një herë. Patjetër. Dhe përfitoj për t'i bërë edhe kësaj fushate si tha Eugeni që e ka dhe UEFA, kemi dhe ne këtu bie refe. Po, e pash që ti shkruar në fanela. Shumë e rëndësishme, shiko, Glen. Si bëhet sot një arbitër? Ja, Bleki për shkak do të bëhet një arbitër. Çfarë duhet bëj? Në qyja ja them unë. Se është shumë e rëndësishme që ta kuptojnë të rinë pse duhet bëhen arbitër, është profesion shumë i bukur. Si bën njerëz? Ja të them, është thjesht bukur. Ta tha çfarë duhet bëj? Ta tha pak Eugeni rrugën, por rruga të çon deri në një pikë. Po shko regjistrohesh dhe fillon një lloj kursi teorik. Por kjo është aja, domethënë nisja. Rruga pastaj që duhet ndjekur është ajo që ka ndjekur Eugeni, se tani po e them se duhet ta ngacmoj çik. Se Eugeni kishte një kur un kam qenë arbitër që domethënë Eugeni ishte te hapat e para, po kishte një vendosmëri të papartë vetja. Ishte i rregullt në kolegjium, në stërvitje s'mungonte kurr. Madje ky kishte një të veçantë sepse nuk janë gjëra si tani. Unë për shembull kur arrita të futesh atë grupi i këtyre Jarece, Lulguze kompani që ishin tjetër nivel, as te kafja nuk të pranonin. Uleshin paria, ne të tjerë të rinim. Eugeni gradualisht erdhi dhe u integrua te grupi jon. Nuk fliste shumë atëherë, ishte i urtë dëgjonte, madje kishte raste që shikoja ndonjëherë se çun qytetar kështu Tiranës që mërziten e njërë, thoshte, s'kam deshje se mërziten këta. Se këtë këshill kam për të gjitha, shiko. E kam luftuar gjithmonë me këta arbitrat, mos u mërzit. Jo do ta lëm, thoshte më. Do ta lë. S'kam deshje, shi 2 ndeshje, mos u mërzit.
Sa vjeç e 20 vjeç, po do vi koha jote, me qetësi. Mos u mërzit nga kjo punë. Do ta lë. Ku do vesh? Do ta lë. Tani do të bësh arbitër ti. Kom qef, kom durim shumë dhe jemi sakt. Po ke durim 1. Servit është 2. Të ndjekësh rregullat e lojës është kollaj për të bërë. Pastaj se është edhe me aftësia jo individuale. Me nuhatje. Me nuhatje, se ti mund të dua shumë, po s'ke mundësi. Unë e pyeta pak Eugenin për një ide për si mund të përmirësohet situata, sepse po shoh që arbitrat janë rritur në nivel kohët e fundit. Për shembull, një ish arbitër sot është drejtori i klubi apo jo? Barushi. Patjetër më. Ti po je drejtori i Movioles të procesit sportiv i rritur. Ai në Portugali u bë president federate, kështu që një arbitër, kështu që shiko, nuk është çudi që nesër pastaj nga arbitër mund të shkosh shumë më lart, që kanë një gjë në dorë këta e kanë një gjë në dorë. Po. Që të jenë sepse thash një arbitër e zbukuron një ndeshje bën të bukur tërheqse edhe ose shkatron. Ky ka në dorë këtë të ja publikut. Pastaj se sa publiku e vlerëson që të vita shikoj live është puna e tyre. Ky këtë ka në dorë. Ta bëj një pyetje këtu fal. Nëse shkatrohet ndeshja sipas teje, nëse është një faull minutën e dytë në finale e kampionatit botror, do është faull për karton të kuq. E jep arbitri karton të kuq. A shkatrohet ndeshja apo është? Jo. Se është ky shkatrim. Ja, botrori nuk është ky shkatrim. 6 karton të kuq. Do të ta shpjegoj shkatrimin. Ke durim, kemi 1 sekond. Jepe. Shkatrim nuk është të jesh i drejtë. Shkatrimi është kur ti nuk je në rregullat e lojës. Kur ti je faulla kot, je penalti kot, jep gjëra që s'ka lidhje me lojën. Shkatrimi është kur është i rasti diskutueshëm në këtë që sapo thëti. Ajo që bën polemikë ose si shton tifozët e bën lojën bil. Jo, ose bën 50 faulla, ti çfarë lojë? Sa faulla jep në ndeshje Eugjeni pak a shumë sipas llogarive që bën ti? Ky më afrohet ti çiku, afrohet. 15-16 rrezikon. Pyet pak yllin. Rrezikon, futet te rreziku. Po i di. Se unë isha te 15, unë doja të jepja 15 faulla. Do nuk e di nëse Kloj duhet të shkojmë në publicitet apo kemi akoma. Do të shkojmë në publicitet. Okej. Pas publicitet do na thot në një moment episodik çka ka ndodhur me një trajner, me një lojtar në fush, në një moment të lezetshëm nga karriera e tij në superiore. Pas pak. Në momentin e për të falendëruar pak partnerët tanë Dental Med, Top Standard, Sigal, Universal Eye Hospital, Verde Watches, Beauty Point, të gjithë gjithmonë me ne deri në fund të korrikut. Do jemi me pason për të diskutuar edhe për ndeshjet e ekipeve tona në kompeticionet europiane që do të fillojnë në fillim të korrikut me Egnatia në fillim, pastaj Vllaznia, Partizani edhe Dinamo në raundin e dytë. Kishte diçka të fundit për të ngacmuar? Ishte i pyetje, pastaj të na thotë. Unë po tani pyetje shumë simpatike, po besoj që mundesh më përgjigj. Patjetër. A ka qenë një rast gjatë karrierës tonë si arbitër që u shënun një gol aq i bukur, saqë ti si arbitër ke dash në vedije me duart rëkit. Po s'më bëu wow. Patjetër që po, biles do të cek diçka. Rastin më të fundit kisha ndeshje miqësore në Kosovë, Kosova me Armenin dhe goli i lojtarit të Kosovës Delova ishte një super gol, saqë aty doja duart rëkit. Aty ke mund duket ke Liverpooli ka qenë një që bën të kështu. Po. Aty ke mund shtime. Ishte një gol shumë i bukur, kështu që ka emocione, ka raste situata që shef. Se kjo që thotë Eugjeni është e bukur, ai që bëre të shenjën kështu, mund të dalë kjo arbitra kështu. Tani do ta tregosh në një episod të lezetshëm. Ka pasur një rast pa shumë bukur, një gol që ka bërë Sali. Tirana, Skënderbeu, nga Rovesha me Rovesha. Unë kam vajtur dhe i kam folur, i thash, "Ore, ç'a goli ke bërë më?" Shpesh ka ja si gola. Një super gol. Ti Eugjeni na tregosh në një gjë çka ka ndodhur në një episod edhe me humor, edhe i lezetshëm, domethënë në gjatë karrierës që ke pas ti. Shqipëri ose jashtë? Po, unë kam një rast situatë jashtë, isha në Conference League, Victoria Guimarães kundra Fiorentinës, edhe ndeshja luajtur në Portugali. Ndeshja luajtur në Portugali, edhe ishin dy ekipet që ishin kryesuese, vendi i parë me vendi i dytë, dhe ishte një situatë që unë gjendem larg dhe lojtari larg zonës, po, dhe lojtarët mbrojtës të Fiorentinës humbin topin dhe sulmuesi i Victorias kap topin dhe hedh topin te portieri dhe përplaset me portierin. Nga distanca që ishte shikë e vështirë të merrsh një vendim. Por nga intuita, nga ajo që ti nuk më bindi për penalti dhe e pash sigur lojtari do të mashtrote dhe shkova me një siguri diku te 90% që ishte simulim. Dhe shkova te lojtari, dash kartonin e verdh dhe lojtari tani u erdhi drejt meje, u ngrit edhe nuk protestoi fare
dhe erdhi tha, bravo tha. Mirë që arbitra, po aty edhe uli roba pak. Po Shqipëri, mund ndodhi një gjë që të thotë një lojtar bravo për shkak. Ka situata, ka lojtarë. Ka lojtarë që janë sjellshëm për shkak. Ka shumë lojtarë të sjellshëm, ka dhe lojtarë problematik, po shumica kohët e fundit nuk shoh problematik 1-2 janë. Po trajnerët janë problematik, bëjnë presion nga stoli. Flasin, ëh. Kanë taktika, trajnerët e ndjekin si taktik këtë. Ka kur shohin një arbitër të cilën mund ta mbysin, si thonjza me presion, sepse ka arbitrat që akoma ndoshta se kanë formuar atë personalitetin e karakterin. Është ndryshe tek unë, se unë do të flasim, po tek unë nuk ja del dot. Lojtarët e kanë kuptuar tani me varin që është vështirë tani se të thret vari për çdo. Po kështu në një lojtarë ta kanë rrugë për shembull duke ecur kështu. Si është komunikimi pastaj jashtë futbollit? Un kam një komunikim shumë të mirë me lojtarët pas fushës. I takoj, i përshëndes, komunikoj, biseda se si shkon puna atyre në ekipe. Kam takuar në palestër shumë lojtarë, aty ku bëjmë personalisht dhe po ti ruhesh për ndëtur me ata se thon pastaj jo është shoku këtij apo ja ti apo nuk është se është një thjesht ta homi punë, është komunikim normal midis. Po veten e shikon mbas arbitrimit që të vazhdosh prapë me këtë fushë, domethënë ti je në rol drejtuesi apo nuk e di apo se nuk e di çfarë pozicionesh mund të ketë mbas arbitrimit. Domethënë një arbitrim zyre si më thënë. Realisht jam aq i futur për momentin në fushën e lojës, jam aq pasion saqë kur mendoj që është kur tjetër ajo koha që do lej, nuk e di si do shkëputem. Por patjetër kam shumë dëshirë. Kam shumë dëshirë më mbrapa. Biles po. Ne pasi shkëputem nga arbitrimi, ndjekim kurset si vëzhgues të gjyqtarëve. Ndoshta nesër pas nesër mund të evolojnë kohën, mund të bësh një mentor, një arbitri. Ne dhe tani kemi arbitrat e mirë marrin në Arabi, bëjnë kontrata në Rusi, shpeshherë. Nëse karriera juaj në Europë ka qenë shumë e suksesshme, është e mundur. Një fan si jon që ke pas debat me këtë. Debat? Futbollist. Jo se është futbollist, ky është tifoz. Ka pas debat thot me Tan Stokën thoj. Po debatet kanë me gjithë. Po mirja ka bërë Eugjini, se i ka thënë pse na çan në televizion, mirja ka bërë. Tani ta prona e po ky Lorenzi miri bën moviolat. Si është me arbitrat? Lenci është rregullu këto kohë të fundit. Tani që s'bën fare. Me botën. Kthehemi pak tek merkato europiane se po bëhet nami bleki me këto lëvizje. Milani po është interesuar për dy lojtarët, Xhaka dhe Jashari, nuk e di nëse do të marrin ndonjërin prej tyre. Po, mendoj është shumë lajm i mirë, kuptohet që drejtori sportiv të Milanit, po prapë mendoj që është lajm jo aq i mirë që ndoshta ajo tendenca me marrë lojtar. Mos themi të skaduam, por që janë jashtë themi prime tyne. Modric 40 vjeç, Xhaka po vitet më të mira në. Sot për shembull lexoja një gazetë italiane shkruante, thotë, "Shi çfarë politike bën Milani. Lëshon Kamardën 17 vjeç dhe merr Modric 40 vjeç." Ndoshta është për prestigjë, ndoshta për reputacion, por nuk besoj që Milani është në atë pozitë tash në Itali që më marr futbollista veç për fanella apo për prestigj. Megjithatë Modric po e dëshmon që ende nuk është lojtar themi i harxhum, ende ka jap pak ndoshta një pjesë. Është viti para botrorit, kështu që ata kanë interes që ata i luajnë relevant para se marrë botrori. Megjithatë nëse rastësisht ndodh diçka me Ardon Jasharin, ai është top futbollist, domethënë ka qenë më i miri te Bruges në Champions League, e për Xhakën ai kuptohet nëse ka motiv Xhaka ka motiv sepse me Arsenalin përfundoi me Leverkusenin bëi diçka që s'ka bë askush, mbas me shkuën Milan kishte më qenë far ajke për të në fund karrierës. Po fjalët e fundit po thonë që nuk ka marrëveshje, kështu që presim. Megjithatë Milani mendoj që duhet prapë të pas fokus më shumë te futbollistat, themi që janë 22 deri 26 vjeçar, 26 vjet, paktën për sulm që nuk po ka shumë. Me sa po lexoja sot ka arritur një marrëveshje me Ricci, një mesfushor i Torinos, që është në pjesë e kombëtares, kështu që është lojtar i ri, sepse është dhe ky modeli tani që duan të fusin pak edhe lojtarët italian në formacion dhe me Allegrin, kështu që do shohim. Po më befasoj që duan dhe një sulmues tjetër, një numër 9, përveç Imenezit që kanë, duan një lojtar zone, një lojtar që qëndron aty. Janë dhe në kërkim, është një skuadër që po rindërtohet nga e para. Mbas e arsyeshme sepse Morata dul nga Galatasaray, Abraham është shumë gjatë po kthehet në Romë, kështu që Jimenez o një tjetër është ndonjëse normale që më marr, sepse Pulisic Leao nuk është i mundur me lut ndonjëherë false nine, kështu që dy sulmues për një klub të madh nuk është shumë. Lëvizje po bën dhe Barcelona, e cila është futur tani me kokë tek Nico Williams, kërkon ta marrë atë këtë vit, do ishte një diamant që i shtoi atij ekipi që pan vitin e kaluar, po nuk e di se ku do luajnë gjithë, do jetë pak e vështirë. Më do luajë si të Spanja, Rafinha. Rafinha. Po Dani Olmo. Po është një, po do thuash kampionati është i gjatë, Champions ka shumë aktivitete të time. Ç'është bër tani që të luajnë çdo 3 ditë?
Ju duhen sot ka marrë dhe një lojtar tjetër për të dubluar dhe Jamalin që në krahun e majt. Do Jamali ndërkohë do mbaj fanë me numrin 10 sepse Ansu Fati shkoi te Monaco. Ai po bën vizitat mjekësore këtë javë dhe do bashkohet shumë shpejt atje bashkë me Pogban. Kështu që numri 10 sezonin tjetër, Pogba rikthehet, do jetë te Monaco. Edhe Martial po kthehet, kështu që këta talentat e rinj mbase që s'kan mujt në pas shumë sukses, po kthehen tash te Monaco. Fati, Pogba pa fat me themi. Martial, Minamino. Atletico Madridi ka bërë sot një lëvizje, ka marrë një futbollist nga Villarreal, Baena, që është një lojtar shumë i mirë, nga më të mirët në Spanjë në pozicionin e tij. Po ashtu ka marrë një mesfushor nga Betis, një mesfushor që luan për kombëtarën e Amerikës, Johnny Cardozo. Kështu që edhe Atletico po riformatohet brenda asaj që investimi që bëri vjet harxhoi gati 200 milionë euro. Këtë vit prapë po përmirësohet që t'i afrohet sa më shumë Realit Madrid dhe Barcelonës, sepse e shikon veten që po të mendosh që me 200 milionë do dalësh vend tret, mirë, këtë vit duhet të shpenzojmë 500 që dalin vend dytë. Ti mendon që mund dali do jetë prapë për vend tret? Po ku aty tani me këtë të konkurrojë Reali me Barcelonë një vend i parë. Gare forte. Është dëshmundër vite që do jetë shumë e fortë vit. Vendin e tretë këtë sigurt. Spanja do jetë shumë e fortë vit. Qofse edhe Barcelona merr Williamsin. Edhe tek botërori klube dështoi eliminuar shpejt, po. Sepse po vazhdon ti besoj akoma Griezmann, po më duket se Griezmann e ka thënë atë çka kishte për të thënë, e ka thënë, nuk ka më çfarë jep. Po në Angli çfarë po ndodh blek në Angli? Në Angli mendoj që është si po eci skuadra. Manchester City ka pëlqyer këtë City edhe Liverpool në fakt, më thonë ka qenë 3 trajnerime perfekte. Më thonë Liverpool ka marrë lëvizje të City-t me të vërtet frikshme, edhe ky Cherki që ka ardhur nga Lioni, shumë lojtar mirë. Reinders Aitnouri, lojtar shumë të mirë. Pra ju thoni Milani, ç'a Milani, ku luaj Milani? Milani me Torino është rregull. Dje kur e pyetën Tudorin që si ka mundësi që psohet 5 gole, ata ishin po mirë shumë larg. Jo, po shikosh ata autogolin që bëri ai shumë larg, Kalulu. Sot ai to mori. Niveli është goxha. Kalulu. Po topi duke ikur duke dalë. Premier League si po ecin lëvizjet. Chelsea çfarë bën Chelsea? Chelsea nuk është pozitë aq të mirë, megjithatë është prapë mendoj që është në atë fazën ku është për top 4, sepse kuptohet sezoni i kaluar më qenë kryesisht problem sulmi, tash problemi tjetër është krahu i majt i mesfushës ose themi winger, sepse Sancho veç është kthyer në United, pastaj Mudryk është ende në dyshim që mund të më dënuo pse është i pezullum, kështu që gjithë çështja mesfushore në krahun e majt do të vjen. Veç nëse nuk e kthen Jackson krahun e majt, sepse tash veç është transferuar Liam Delap. Megjithatë mendoj që Chelsea endi ka diku të paktën 2-3 blerje që më mri nivelin Liverpoolit dhe City-t. Kuptohet Liverpooli është një lojtar që duhet të besojmë. Delap ka shumë krahasime në Angli. Kuptohet mediat angleze janë gjithmonë pak tepër, po krahasime me Harry Kane sepse ka shumë rol lojtar anglez që janë edhe të gjatë, edhe të shpejtë, edhe të fuqishëm. Kështu që Liam Delap i ka disa shkëndija, kuptohet ka luajtur në Ipswich që nuk është prapë klubi i madh, por i ka shënuar 12 gola në Premier League, që është ndoshta ekuivalente me ndoshta 20 dikur që është në Liverpool. Kështu që unë kam shpresa të mëdha për to, megjithatë prapë them krahu i majt i sulmit ose i mesfushës është pengesa e Chelsea, po shpresoj nëse kanë ai themi Gittens ka dorë mund të flitet, Garnacho ka fjalë, po për mua nuk është shumë lart, domethënë. Është niveli. Kemi ardhur në fund. Ju falenderoj të treve që ishit sot me mua, edhe Blekin që ka ardhur nga Prishtina. Si është koha ti vapësh? Ka shumë sa në Tiranë apo jo? Jo sot. Ti u gjin si je me pushimin, nga do lëvizësh sot apo nuk lëviz dot me pushime gjatë verës, je gjithmonë në pritje. Neve tani kemi kur fillojnë arbitrat shqiptar impenjimet në Europë? Disa për arbitrave tashmë kanë ndeshën turën e parë, edhe ndoshta në turën e dytë. Ne sipas kategorisë mund të fillojmë në turën e tretë ose edhe play-off. Turën e tretë play-off. Edhe ndoshta ti duhet të jesh gati, vazhdon stërvitja gjatë kësaj periudhe. Gjithë kësaj kohe jemi në stërvitje për të pasur domethënë performanca domethënë për ta. Se pastaj thon punë lehtë. Të falenderoj që ishe me ne sot dhe rrëfyen me arbitrimin, kush do të bëhet arbitër tek akademia direkt për të regjistruar atë. Takohemi të premten tjetër në paso, deri atëherë miru dëgjofshim.